Fillimisht e filluam me Baxhën. Me Baxhën. E po edhe ne aty do e nisim, do t'rregojmë Baxhën. Hajde ta shikojmë edhe flasim. Sa vjet u bë me Baxhën? Baxhën është në 1990. Në 90-ën? 90, po sa u Gati 30 vjet. 30 vjet. Tani është rritur prodhimi. Po, dhe prodhimi dhe janë bërë ndryshime si në strukturë dhe në pajisje, në gjitha njëra. Keni marrë teknologji të reja? Teknologji të reja komplet. Sa prodhoni dhe çfarë prodhoni? Prodhojmë djathë bardh, kaçkavall, gjallë, gjitha prodhimet e produktet. Ku e merrni qumshin? Qumshin tonë në fermerët e zonës. Lumë të Vlorës, në Vajz. Ka qumësht. Ka qumësht? Sa litra merrni në ditë? Rreth 4 tonë. 4 tonë? I përballon zona të gjithë? Po. Janë kryesisht shumësh dele? Dele dhe dhije. Dele dhe dhije, vetëm këto? Po. Tani ka prodhim në këtë kohë? Tani është kulmi i punës. Tani është kulmi i punës. Kur nis puna këtu? Se janë në proces të sipër? Prill maj është kulmi i punës. Kulmi i punës. Në mëngjes kur nisni? Në orën 6. Kush e hapi pari? Leonardi? Kam një vllau që më punton a muaj, Nardi. Po ju jeni ai që e tregoni se rëndësi ka fjala. Pa, ju nuk jeni pa njëri tjetrin, jeni zinxhir, është njëri pas tjetrit. Punojmë bashkë. Na vetë puna shumë mirë. Pastaj prodhimet që keni këtu i shisni, i përdorni për lokal, si funksionon? Restorantin lart edhe kemi 2 dyqane të Vlorë. Keni 2 dyqane në Vlorë. Vin njerëz këtu vetëm për djathin, unë pak më parë takova një zotëri të moshuar, kishte ardhur me vajzën nga Amerika, ka stile tha vetëm për të blerë djathin këtu. Që do të thotë shumë i pëlqyeshëm. Nga dita 3 vin. Çfarë ka tjetër? Këtu ka nisur. Do me thënë kjo është baza. Baza e gjithë kësaj që keni bërë. Ka qenë bazë ekzistuese. Bazë ekzistuese, edhe me vitet ka ndryshuar, se janë bërë tashmë 30 vjet. Ndryshuan pajisjet, ndryshuan dita gjërat. Teknologjia, dita gjërat. Këtu është dyqani, a? Këtu shitet prodhimet. Është ftohtë. Kjo është në shpellë. Kjo ka temperaturë konstante gjithkohën. Sa është temperatura? 18-19 gradë gjithkohën. Do me thënë nuk keni nevojë për pajisje tjera, se e ka bërë natyra këta. Nuk ka shumë korrentu se. Këtu është dyqani që vinë, marrin, blejnë, ka gjallë, ka gjith, ka djath. Ka nga dita artikujt. Nga të gjitha. Si ka qenë në fillim fare? Ka qenë e vështirë për ta ndërtuar këtë brenda në shtëpi? Ishte shumë pozicione vështirë këtu. Ishte shkëmbim vetëm, gure. Bashkë me Baxho keni ndërtuar edhe këtë? Dyqanin? Dyqanin. Më vonë pastaj u morëm me restorantin, hapëm restorantin më vonë. Mas 10 vjetësh masi filloi puna në Baxh. Vetëm gur, certifikata, çdo gjë, jeni të gjithë me rregulla. Po. Më tha vllai një gjë shumë interesante, që ne jemi thënë ndër të vetmet Baxho, që nuk kemi dyer. Do me thënë kushdo mund të vi të shoh si punohet, si... Për shkak se punojmë pastër. Kush punon në Baxho? Vllai im punon më shumë. Vllai madh. Vllai i dytë. Punon me punëtorët, me familje punojmë, komplet punën e bëjmë me familje. Të gjithë me familje. Edhe restorantin e Baxho. Punojmë familjarisht. Vazhdojmë, shikojmë pjesën tjetër të ujvarës. Tu jemi në pjesën e ujvarës, është fantastike, fresk, ujë, trëndafilet, kush i ka mbjell trëndafilet? Zonjat? Zonjat. I keni të ndarë punë, do me thënë? Po. Unë më shumë jam për muhabet, e për shumë për... Kush është më shumë për punë? Kush është më shumë për punë? Aulandi apo Leonardi? Leonardi, a ishte më fjalë paku. Do me thënë, ata që flasin më shumë punojnë më pak. Po. Ujvara këtu. Si ka ecur puna për gjatë këtyre viteve? Ju tani e keni ndërtuar së fund me këtë pjesën e dytë? Po, kjo ka 3 vjet ndërtuar. 3 vjet. Është rritur puna? Po, është trefishuar puna. Është trefishuar? Po. Kush vjen më shumë? Më shumë vinë me porosira nga Tirana, nga gjithë zona vinë. Qa pëlqen më shumë? Qa pëlqen natyrën? Pëlqen bulmeti, natyrën, vëndin. Po, mishin ku e merrni? Mishin nga zona, këto e marrë. Nga zona? Të gjithë? Të gjithë mishin dhe qumshin. Do me thënë keni vënë në punë edhe gjithë fshatin për rreth e rrotës? Punojnë, punojnë.
Po në kuzhinë si keni të ndara gjërat, si ka mundësi që punoni ende të 3 vëllezërit? E nuk jeni ndarë? Nuk shikojmë neve kush punojmë pak e kush punojmë shumë. Ne shikojmë të si puna mirë. I keni të ndara gjëra, dikush merret me diçka. Dikush me qumshin, ne me restorantin, me furnizimet, Me kuzhinën kush merret? Punojnë nuset tona dhe kemi edhe 2 punëtore aty. Vetëm 2 punëtore keni gjithsej? Edhe 3 nuset tona 5. 5. 5, edhe 2 veta jemi ne 7. 7. Që mbajmë. Do me thënë, ju nuk keni shumë nevojë për staf të tjerë, kryesisht e mbani familjarisht këtë punë. Po. Kur në Bearë që shtojnë punojnë, shtojnë dhe punëtorët. Shtojnë dhe punëtorët. Ka punëtorë këtu? Gjënë punëtorë. Gjënë punëtorë, nuk keni vështirësi për punëtorë? Jo. Ka punëtorë. Për çfarë përdoret kjo? Do me thënë është restorant? Kjo është restorantit. Kjo përdoret për sebepe, që bëjnë në darkë njëzit të fejesat, atë lindje. Keni shtuar edhe pjesën, kjo është pjesa e shpellës, Po, lartë shpellë. Ta shikoj? Po, ne shkojmë dhe shpellë. Ju ka marrë shumë si investim? Ka kushtuar goxha? Ka vajtë shumë. Keni pas mbështetje diçka tjetër se jashtëmi? Apo vetëm vetë? Vetëm vetë kemi bërë. Do me thënë, puno investo? Ne kursimit e 30 viteve, 3 vlezër. Puno investo. Po. Nuk keni kërkuar, apo s'ju kanë dhe? Po s'kemi dhe se nuk kemi interesuar. Nuk jeni interesuar. Kjo është pjesa e shpellës. Kjo është shpella këtu. Ka dashur kohë besoj të ndërtohet. Sepse është goxha punë. Këtë ne zakonisht e mbajmë për ata që piraki shumë. Se këtu s'kanë çfarë bëjnë ata. I mbyllim me çelës në dhomë aty dhe pirakis. Pse ka shumë si ata? Kjo nuk është për ata që vetëm pinë raki, ata është përqijuar një darkë private të erhatshme, që është freskët. Është shumë freskët në Bearë. Shumë freskët. Tu s'ka nevojë për kondicioner. Jo. Se është edhe lagështira. Po edhe pasit edhe oxhak për në ndimër. E ndezim në ndimër, kur vjen ai grup shumë që ullet tu e ndezim oxhakun. Sopën çashe. Shumë mirë. Jessica, hajde Jessica. Hajde, kjo është Jessica, kjo është e ardhmja. Kjo është e ardhmja. Kjo është e ardhmja. Besa ime më mirë. Jo, se unë ngel hatrit e tjerëve. Jo, s'u e di kjo, u them sy unë. Ti do ja marrësh xhaxhaj, tregimin. Ata të tjerë do punojnë. Jessica. Nuk e di. Hajde. Na trego Jessica, ku të shkojmë tani? Kush është më interesante? Cila është më interesante? Te Ujvara. Hajde, na drejto. Ujvara ka qef kjo. Është e vështirë të bësh biznes? Ju si keni funksionuar me kredi? Përveç kursimeve që keni pasur nga 30 vjet? Edhe kredi kemi marrë kur bërëm lokalit, morëm pa kredi. Është e thjeshtë bësh biznes këtu? Po nuk është e thjeshtë, se do të ne këtë punë e mbajmë të jemi 3 vëllezër që kemi bërë, se nuk mbahet puna. Nuk mbahet. Nuk mbahet, se nuk e garancitë e njerëzit. Njerë të vjen punë, njerë nuk të vjen. Nga punëtorët, po thoni. Po ju këtë pjesë e keni zgjidhur, se e keni të gjithë bashkë. Nuk ka si puna familjare. Ky është suksesi, do me thënë që e bën të ecë. Zonja nuk na përshëndet, nuk ka qef kamerat, më duket.